Partia Socialiste depozitoi në Kuvend projekt ligjin për pagat e gjyqtarëve prokurorëve, duke zbatuar vendimin e gjykatës kushtetuese që në shkurtin e këtij viti urdhëroi parlamentin të rrisë pagat e magjistratëve. Drafti mban firmën e deputetëve Aulona Bylykbashi, Admir Kadeli dhe parashikon rritjen e koeficientit pagës referuese bazë nga 0,36 që ishte në 0,38 të pagës presidentit të Republikës. Sipas këtij parashikimi, gjyqtarëve dhe prokurorëve në shkallën e parë dhe në apel do të rritet paga 0,02%. Nga ana tjetër, projekti ligji parashikon një shtesë pagaje për vështirësi pune në masën 80% për prokurorët e SPAK-ut dhe gjyqtarët e posaçëm, për anëtarët e gjykatës së lartë dhe prokurorin e përgjithshëm. Anëtarët e gjykatës së lartë dhe prokurori i përgjithshëm gjithashtu përfitojnë një shtesë pagaje prej 5% për shkak të funksionit që mbajnë. Socialistët kanë parashikuar që rritja e pagës fitojnë edhe anëtarët e gjykatës kushtetuese në masën 85%. Drafti pritet miratohet në vjesht kur të nisë sesioni i ri parlamentar, por ky projekt ligj duket se nuk gëzon mbështetjen e gjyqtarëve e prokurorëve pasi sipas tyre nuk plotëson detyrimet që rrjedhin nga vendimi i gjykatës kushtetuese. Një ditë më parë, Unioni i Gjyqtarëve, Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve, Shoqata e Prokurorëve deklaruan se kushtetuesja urdhëroi parlamentin që të miratonte ndryshimet në ligj për pagat e magjistratëve deri në datën 31 korrik. E në situatën kur ky afat përfundoi e parlamenti nuk miratoi asnjë ndërhyrje ligjore, zbatohet drejt për drejt vendimi i kushtetueses dhe prej një kushtit për llogaritja e pagave të magjistratëve do duhet të kryhet mbi bazën e formulës që referohet pagës së funksionarit administratës së lartë publike. Çështja e pagës së gjyqtarëve dhe prokurorëve u shëtëruar përgjatë vitit kaluar në një përplasje të fortë mes kryeministrit Edi Rama dhe magjistratëve, pasi Edi Rama i akuzoi se po përdornin gjykatën për të rritur pagat e veta. Konflikti u zgjidh në gjykatën kushtetuese, e cila u dha të drejtë gjyqtarëve e prokurorëve, duke urdhëruar parlamentin që deri në fund të muajit korrik të rishikojë ligjin e të rrisë pagat e tyre.